ka predispozicion kur ka të smur me hipertension, që predispozohen për infarkt më shumë, ka të smur me diabet, i cili është në rritje e sipër, akoma, ka të smur që bëjnë jetë sedentare, bëjnë jetë pa aktivitet fizik, të smurët ose personat që janë me obezitet, që i kanë, dhe shumë i rëndësishëm është përdorimi i duhanit. Duhani është një nga faktorët më të rëndësishëm të rrezikut, dhe për cilën është bërë një luftë në të gjithë botën, që edhe ke ne vati në një farë momenti që filloj të paksohet dhe shqyr që në për ambiente, në për kinema, ose në për autobuse, në për sistemin publik të transportit, nuk lejohet duhani, por ama në ambientet të tjera lejohet duhani. Dhe duhani është një dëmprurës jo vetëm për mushkrit, që dihet se bën, po edhe për shfaqjen e smundjes koronare si faktori i rëndësishëm rreziku.